Sot që flasë, investitorët kanë marrëveshje me Aman Hotel, Cheval Blanc, është brandi më ekskluziv sot i cili është në Paris, është në Venecia, do vitet në Vlorë. Nëse së bashku do t'ja u sigurojmë mirëseardhjen. Nëse do vazhdoni dhe ca ditë kështu, atëherë e di çfarë do ndodhi? Do ndodhi tragedia e Porto of Montenegros, po në përmasa të kësaj kohe. Porto of Montenegro, që bëri fatin e Malit Zi, u ndërtua nga dikush që u sorollat nëpër Shqipëri me vite. Dhe e hidhnin dhe e prisnin. Donte të bënte portin e Durrësit dhe vajtin Malit Zi, dhe sot Mali Zi i ka pagat më të larta dhe të ardhurat për frymë më të larta në këtë rajon, falë atyre investimeve që nuk pati frikë t'i bëj dhe që nuk ja u vuri shkelmin fyt natyrisht investitorëve. Çfarë do zgjedhim? Do zgjedhim të rrim ta shikojmë akoma Malin e Zi nga mbrapa, apo do zgjedhim që ta parakalojmë edhe Malin e Zi dhe të tjerët që janë të shqetësuar për këtë projekt? Si do ta bëjmë këtë zgjedhje? Është zgjedhja juaj. Ma thoni dhe unë adaptohem, se unë jam këtu me votën tuaj.